Ministër i Republikës së Kosovës. E nderuar zonja Eva Palatova, zëvendës shefe e zyrës së Komisionit Evropian në Kosovë. Të nderuar përfaqësues të gjyqësorit e Këshillit Gjyqësor, të nderuara ministre, të nderuar përfaqësues të misioneve diplomatike në Kosovë, të nderuara zonja e zotrinj, bashkëpunëtor e partner. Në emër të Agjencisë për Barazi Gjinore, zyra e Kryeministrit ju dëshirojmë mirëseardhje në shënimin simbolik të 8 marsit, ditës ndërkombëtare të gruas, me moton të drejta, drejtësi e veprem. Sepse të drejta nuk mjafton nëse nuk zbatohen. Drejtësia nuk mjafton nëse nuk është e qasshme. Dhe veprimi mbetet garancia e vetme e ndryshimit të qëndrueshëm. Me këtë rast, kemi nderin dhe kënaqësinë të ftojmë kryetaren e Kuvendit të Republikës së Kosovës, zonjën Albulina Haxhiu, të na drejtohet me një fjalë rasti. Faleminderit shumë. Lejoni që t'ju përshëndes të gjithëve dhe t'ju falenderoj për ftesën në këtë organizim. Nderuar kryeministër, zëvendës nënkryetare e Kuvendit, gjyqtar, prokuror, doktoresha Fatmire, Edi, të gjithë ju që jeni këtu në këtë organizim, po m'vjen shumë mirë që po takohemi bashkë. Faleminderit edhe një herë për ftesën dhe për mundësinë që sot të shënojmë së bashku ditën ndërkombëtare të gruas. Çdo vit në ditën ndërkombëtare të gruas reflektojmë mbi shkallën e përparimit që e kemi arritur, por edhe mbi rrugën e gjatë që na pret. Në këtë frym duhet ta themi qartë se drejtat e grave nuk janë vetëm çështje grave. Ato janë standard për mënyrën se si një shoqëri e kupton lirinë, por po ashtu edhe demokracinë e saj. Mënyra se si një vend i trajton gratë dhe vajzat e tij është pasqyra më e ndershme e lirisë së atij vendi. Historia na ka mësuar se të drejtat e grave nuk janë dhuratë. Ato janë rezultati i veprimit. Çdo e drejtë që sot na duket e natyrshme është fituar sepse një grua dikur e ka ngritur zërin. Një tjetër ka protestuar. Dikush ka refuzuar ta pranojë padrejtësinë si normalitet. Dhe me çdo veprim të tyre, ato frymëzuan gratë të tjera ta gjejnë zërin e tyre dhe të punojnë së bashku për ndryshim të vërtetë. Këtë dëshmojnë shumë gra në historinë tonë, gra që kanë kthyer bindjen në punë të përditshme. Një prej tyre është Nën Tereza, grua me 7 dhimbje, por me një ndikim që ka përceu kufijt e çdo kombi. Ajo nuk mbështetej as në pushtet politik e as në institucione, por në bindjen e saj të thellë se dinjiteti njerëzor duhet të mbrohet kudo dhe për çdo. Në një tjetër kohë dhe në një terren tjetër, Shot Galica e mori këtë bindje dhe e ktheu në luftë për liri. Ajo nuk priti që historia t'i hapte rrugë, e hapi vetë atë, duke luftuar krah për krah me bashkëluftarët e saj dhe duke mbetur një nga figurat më emblematike të rezistencës sonë kombëtare. Historia e grave shqiptare është edhe histori e përpjekjeve për emancipim dhe arsimim. Pas luftës së dytë botërore, shumë gra u angazhuan për përfshirjen e grave në jetën publike dhe në arsim. Një prej tyre ishte Didare Dugagjini, e cila punoi për të luftuar analfabetizmin e grave dhe vajzave, duke u mësuar shkrim e lexim në gjuhën shqipe dhe duke treguar se emancipimi fillon nga dia. Kjo na tregon se gratë janë shpesh forca që e nis ndryshimin. Në fund të viteve të 80-ta dhe në fillim të viteve 90-ta, në një kohë tensionesh të thella politike dhe shoqërore, Kosova përballej edhe me plagë të brendshme si gjakmarrja. Në atë klim të vështirë, lëvizja për pajtimin e gjaqeve u inicua nga Hav Shala, grua që e nisi dhe e përhapi frymën e pajtimit. Gjatë luftës së fundit në Kosovë nuk munguan gratë që morën përsipër edhe barën më të rëndë të qendresës. Gjevlla Drovci ishte një prej tyre. Luftare ushtrisë shqiptare të Kosovës, ajo luftoi deri në frymën e saj të fundit. Gjevlla Drovci mbetet luftarja vetme UÇK-s që mban gradën e general-majorit, gradën më të lartë që ka marrë një grua shqiptare në këtë kontekst. Por historia e grave në Kosovë nuk është vetëm histori e luftës, ajo është edhe histori e rindërtimit dhe e forcës për të vazhduar përpara. Fahrie Hoti është një nga këto figura. Ajo sfidoi dhimbjen, paragjykimin dhe varfërinë duke refuzuar rolin që shoqëria shpesh u rezervon grave të veja.
Me themelimin e ndërmarrjes Krusha ajo krijoi një hapësirë të re për fuqizimin ekonomik dhe dinjitetin e vjetra grave të tjera që kishin ndjetuar luftën. Ky është një shembull i qartë si kur gratë e marrin në dorë fatin e tyre, përfiton familja, komuniteti dhe përfiton e gjithë shoqëria. Nëse i shohim së bashku këto histori, e kuptojmë se rrugët janë të ndryshme, por fillimi është i njëjtë. Dikush vendos të aty i heshtjen dhe të veproj, dhe pikërisht aty fillon edhe ndryshimi. Kështu është ndërtuar çdo hap përpara në historinë tonë, nga njerëz që pan një padrejtësi dhe vendosën të mos kapërcejnë mbi të. Prandaj këto histori vazhdojnë të na flasin edhe sot. Sepse historia e një vendi ndërtohet nga njerëz që kanë guxim të flasin, të veprojnë, por po ashtu edhe të qëndrojnë. Kosova ka bërë përparime të rëndësishme në ndërtimin e një kuadri ligjor për barazi gjinore, por realiteti na kujton se puna nuk përfundon me miratimin e ligjeve. Shumë gra vazhdojnë të përballen me dhunë familje, me pabarazi ekonomike dhe me bariera që në qasjen në vendimarrje, por po ashtu edhe në tregun e punës. Si kryetare e Kuvendit të Republikës Kosovës zotojmë se do t'i fuqizojmë mekanizmat e mbikëqyrjes parlamentare dhe do t'ua kujtoj institucioneve përkatëse përgjegjësinë që kanë në zbatimin e ligjeve. Sepse në fund të fundit, qëllimi i gjithë këtij angazhimi është që progresi për cilin flasim të bëhet i dukshëm, i prekshëm për vajzat dhe gratë e këtij vendi. Shpesh e kam menduar edhe në të kaluarën, gjatë kohës sa kam qenë ministre e drejtësisë, por edhe sot si kryetare e Kuvendit, se si duket në praktik progresi për cilin flasim kaq shpesh. Ligjet, po, janë të rëndësishme, politikat janë të domosdoshme, por ndryshimi duhet të ndjehet në jetën e përditshme. Dhe ndonjëherë ky ndryshim shfaqet në mënyrë shumë konkrete, për shembull siç e kemi parë në zgjedhjet parlamentare të vitit 2025, kur pjesa më e madhe e deputetëve gra janë zgjedhur pa u mbështetur në kohën gjinore. Ky është një lajm i mirë dhe shumë inkurajues për shumë gra që ende hezitojnë të përfshihen politik. Përveç kësaj, ky ndryshim kaq i rëndësishëm na tregon se qytetarët e Kosovës po i shohin gjithnjë më shumë gra si udhëheqëse të besueshme dhe si pjesë e natyrshme të vendimarrjes politike. Në një farë mënyre, kjo është edhe një dëshmi se puna dhe përpjekjet e shumë grave ndër vite kanë ndryshuar mënyrën se si shoqëria jonë e kupton rolin e gruas në politikë. Ky është një hap përpara për demokracinë tonë. Tani na takon neve të vazhdojmë punën derisa të drejta, drejtësia dhe veprimi të bëhen realitet për çdo grua dhe për çdo vajzë në Kosovë. Nëse vazhdojmë të veprojmë së bashku, me guxim dhe me besim tek njëra tjetra, atëherë historia që do të shkruhet nesër mund të jetë më e drejtë, më e barabartë dhe më e fortë se ajo që kemi trashëguar. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit e nderuara parlamentare zonja Agjiu për dedikimin dhe përkushtimin tuaj në vazhdimsi për të avancuar mbështetjen ndaj grave viktima të dhunës dhe qasjen e tyre në drejtësi. Tani kam nderin të ftoj Kryeministrin e Republikës së Kosovës, zotri Albin Kurti, për një fjalë rasti. E nderuara zonja Albolena Agjiu, kryetare e Kuvendit të Republikës Kosovës, e nderuara zonja Edi Gusia, drejtore ekzekutive e Agjencisë për Barazi Gjinore, e nderuar zonja Emilia Regjepi, nënkryetare e Kuvendit Kosovës, e nderuar zonja Eva Palatova, zëvendëshefe e zyrës së BE-s në Kosovë, e nderuar zonja Fatmire Kolçaku Mulhaxha, kryetare e Komisionit për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Punë, Familje, Vlerat e Luftës Shqiptare dhe Peticione, të nderuara përfaqësuese dhe përfaqësues të institucioneve të vendit dhe të rajonit, të nderuara gra, aktiviste të organizatave të shoqërisë civile në vendin tonë, të nderuar partner ndërkombëtar, të nderuar praneshëm zonja dhe zotri, në ditën ndërkombëtare të gruas flasim për drejtësi të barabartë, jo si një parim abstrakt, por si një përgjegjësi e Republikës së Kosovës. Drejtësia e barabartë në Kosovë do të thotë që të drejtat e garantuara nga kushtetuta dhe ligji të zbatohen plotësisht në çdo gjykatë, në çdo vend pune, në çdo komunë dhe në çdo stacion policie. Do të thotë që dhuna në familje dhe diskriminimi nuk tolerohen, justifikohen ose fshihen,
por ndiqen penalisht dhe parandalohen. Do të thotë që çdo vajzë dhe grua në Kosovë ka qasje të barabartë në arsim dhe mundësi cilësore për jetë dhe karrierë. Drejtësia e barabartë do të thotë që gratë nuk janë vetëm votuese, por edhe vendimmarrëse. Do të thotë përfaqësimi barabartë në politik, leadership, në institucione publike dhe pjesëmarrje kuptimplote në formësimin e së ardhmes së vendit tonë. Sepse një demokraci nuk mund të jetë e fortë nëse gjysma e popullsisë së saj është e nënpërfaqësuar. Do të thotë tolerancë zero për dhunë me bazë gjinore, jo vetëm deklarata, por urdhra mbrojtje të zbatuara, autorët e dhunës mbahen përgjegjës, të mbjetuarat mbështetura me ndihmë ligjore të qasshme dhe strehimore me mundësi ekonomike. Do të thotë ligje pune që garantojnë pagë të barabartë për punë të barabartë, kujdes shëndetësor që respekton dinjitetin e grave dhe ligji për familjen që mbron barazinë, si dhe institucione drejtësie të lira nga paragjykimi dhe nga ndikimi. Drejtësia e barabartë nuk është vetëm një çështje e grave, është një masë e demokracisë sonë, rrugës sonë evropiane dhe e të ardhmes sonë. Pra do të thotë që të drejtat e shkruara në letër duhet të zbatohen në praktikë. Gjatë mandatit tonë, fuqizimi i grave dhe i vajzave ka qenë prioritet konkret, me politika, buxhet dhe me rezultate të mashme. Kemi mbështetur drejt për drejt punësimin e mbi 12.000 grave. Përmes platformës Superpuna, mbi gjysma e të punësuarve të ri janë gra. Ndërka që 55% e përfituesve nga programi Qeveria për familjet janë po ashtu gra. Mira vajza kanë përfituar praktik pune, bursa në STEM, shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematik, dhe mbështetje për ndërmarrësi, bujqësi dhe biznese me potencial eksporti. Kemi mbështetur financiarisht nënat dhe fëmijët, rreth 80.000 nëna të reja kanë marrë shtesa, mbi 400.000 fëmijë përfitojnë nga shtesat për fëmijë, të cilët jipen në emër të nënës, dhe rreth 100.000 gra kanë hapur për herë të parë si rezultat llogari bankare. Por rrisim edhe qasin e grave më pronë nga vetëm 105 prona të regjistruara në emër të dy bashkëshortëve në vitin 2016, një dekadë më vonë janë mbi 31.000 sosh. Lansuam masën e punësimit për gratë që janë viktimat dhunës, qeveria subvencionon 70% të pagës së të punësuarave për 6 muaj me radhë, rritëm numrin e grave oficere korrektuese të punësuara në shërbimin korrektues, 83 gra gjatë periudhës mars 2021-dhjetor 2025, për dallim nga periudha 2018-2021, gjatë së cilës kishte vetëm 16 gra të punësuara, mbështetëm 711 biznese, prej tyre 30% në pronësit grave, me potencial eksporti përmes granteve në vlerë prej 20.5 milion euro dhe subvencionim të kreditive investuese për 378 biznese, prej të cilave 57 kanë qenë biznese të grave, dhe 11 milion euro për 5.655 gra fermer në bujqësi përmes subvencioneve dhe granteve. Në shëndetësi kemi rritur buxhetin për 57%, tash ofrohen mamografi falas gjatë gjithë vitit, vaksina kundër HPV-s, pastaj rezonanca të reja magnetike dhe janë shtuar mbi 70 borna në listën esenciale. Diagnostifikimi i hershëm i kancerit të gjirit sot është realitet. Po investojmë në infrastrukturën e kujdesit për fëmijët, 73 qerdhe të reja, edukimi i hershëm i detyrueshëm dhe program kuponësh për familjet në asistencë sociale, sepse aktivizimi ekonomik i grave lidhet drejt për drejt me kujdesin ndaj fëmijëve. Kemi rritur përfaqësimin e grave në administratë dhe në vendimmarrje, 63% të punësuarve të ri në administratë në vitin 2024 janë gra. Përfaqësimi në borde dhe institucioneve të pavarura është rekord, në FSK dhe Policinë e Kosovës numri i grave është në rritje të vazhdueshme dhe unë tash sfundmi shef stafit e kam Flora Maculën, e cila është aktiviste e njohur e shoqërisë civile,
por gjithashtu edhe zyrtare e cila nga pozitat e ndryshme institucionale i ka mbrojtur dhe avansuar të drejtat e grave. Kemi forcuar mekanizmat kundër dhunës në familje, strategji kombëtare, protokoll për trajtimin e dhunimeve seksuale, ndihmë juridike faljas për viktimat, subvencionim pagë për gratë viktimat të dhunës dhe 7.3 milion euro mbështetje për strehimorët. Në ndërmarrjet publike kemi vendosur meritokraci dhe barazi, 50% anëtarëve të emëruar janë gra. 2 ndërmarrje të mëdha publike, tani të udhëhequra nga gratë, kanë kaluar nga humbje të thella në fitim dhe auditime të pastra. Këto nuk janë të nderuarat pranishme vetëm statistika, janë hapa konkret drejt barazisë ekonomike, sociale dhe politike të grave në Kosovë. Barazia nuk është premtim, është punë, vendimarrje dhe buxhet. Dhe kjo punë vazhdon. Ju faleminderit për ftesën dhe vëmendjen. Faleminderit shumë Kryeministër për mbështetjen e vazhdueshme të agjendës së barazisë gjinore dhe angazhimit të vazhdueshëm të fuqizimit të rolit të grave dhe vajzave në shoqëri. Dhe tash kemi kënaqësinë të ftoj zonjën Eva Pallatova, zëvendës shefe e zyrës së Komisionit Evropian në Kosovë për një fjalë rasti. Good morning. Mirëmëngjesi. Madam Speaker Haxhiu, Kryetarja e Kuvendit, zonja Haxhiu, zotri Kurti, zonja Gusia, zonja dhe zotri. Ju falenderit që më keni ftuar në emër të Bashkimit Evropian që të shënojmë së bashku 8 marsin, ditën ndërkombëtare të gruas. Kosova ka një traditë të fuqishme të aktivizmit dhe udhëheqësisë së gruas nga shoqatat civile, deri te gratë që punojnë në politik, akademi, sport. Gratë kanë luajtur një rol esencial në formësimin e zhvillimit dhe jetës demokratike të Kosovës. Dita ndërkombëtare e gruas nuk është vetëm fest, është edhe një mundësi për të menduar së bashku se si mund të vazhdojmë të përparojmë në arritjen e barazisë gjinore, drejtësisë dhe mundësive të barabarta për gjitha gratë dhe vajzat e Kosovës. Në këto kohë të ndryshimeve gjinore, mund t'ju siguroj që për Bashkimin Evropian, barazia gjinore vazhdon që të jetë vlerë fundamentale që merë parasysh me rastin e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Parashihet ofrimi i mundësive të barabarta dhe mbrojtja e grave nga dhuna nuk është vetëm prioritet, por është edhe shenjë e institucioneve të fuqishme dhe sundimit të ligjit. Kosova ka shënuar përparim të rëndësishëm gjatë viteve të fundit, edhe pse kemi vazhdojmë të kemi sfida në përpjekjet tona për të siguruar që gjitha gratë dhe vajzat jetojnë të lira nga dhuna dhe nga diskriminime. Institucionet e Kosovës në këtë drejtim japin sinjale të rëndësishme. Motoja kësaj radhe është e drejta, drejtësia dhe veprimi. Bashkimi Evropian i jep shumë rëndësi drejtës, drejtësisë dhe llogaridhënies. Dhe është shumë e rëndësi që të shihet se si gjyqësia i trajton rastet e dhunës, se posaçërisht asaj në baza gjinore, dhe që t'i mbaj të përgjegjshëm dhe t'i thirrë në përgjegjësi kryesit. Duhet të ketë ligje dhe politika, edhe ato duhet të zbatohen dhe të monitorohen. Bashkimi Evropian mirëpret punën e agjencisë në programin e ri për barazi gjinore. Ky program do të formësoj politikat e Kosovës në vitet e ardhshme dhe do të sigurojë që barazia gjinore është e integruar në gjithë sektorët. Ne jemi mirënjohës që ky proces përfshin edhe zhvillimin e një plani të veprimit për gratë, paqen dhe sigurinë. Kjo do të tregoj një përgjegjësi më të
madhe, institucionale dhe llogaridhënie më adekuate. Kjo duhet të vlejë për gjitha institucionet, jo vetëm për agjencinë. Bashkimi Evropian vazhdon që të jetë i gatshëm që ta mbështesë Kosovën në këtë drejtim. Siç kemi thënë, Kosova ka shumë aktorë të përkushtuar, sikur Agjencia e Ministria e Drejtësisë, sikurse edhe aktorë të ndryshëm të shoqërisë civile, të cilët punojnë për çdo ditë për të shënuar përparim rreth këtyre qëllimeve. Bashkimi Evropian ka nderin që të jetë partneri juaj në këtë ditë ndërkombëtare të grave, të shënojmë, ta kremtojmë këtë ditë edhe të përkushtohemi të vazhdojmë punën për të krijuar një shoqëri më të drejtë dhe më fair. Ju falenderoj shumë për vëmendjen. Zonja Palatova, faleminderit për mbështetjen e vazhdueshme dhe bashkëpunimin me institucionet dhe organizatat e grave për të shtyrë përpara agjendën e barazisë gjinore. Dhe tani me kënaqësi ftoj drejtorën ekzekutive të Agjencisë për Barazisë Gjinore, zonjën Edi Gusia. Përshëndetje. Nderuar kryetare Kuvendit të Republikës së Kosovës, zonja Albulena Haxhiu, nderuar kryeministër zoti Albin Kurti, nderuara nënkryetare Kuvendit zonja Emilia Rexhepi, nderuara zëvendëshefe e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë zonja Palatova, të nderuara deputete, kryetare e Komisionit për të Drejtat e Njeriut, Barazisë Gjinore, Punë, Familje, Vlerat e Luftës Çlirimtare dhe Peticione, nderuara zëvendës kryesuese e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, të nderuara gjyqtare, komisionere parlamentare për forcën e sigurisë së Kosovës, përfaqësuese të shoqatave të grave në sektorin e sigurisë dhe media, përfaqësues të misioneve diplomatike, e dashur Flora, shefe e stafit, mirë se erdhe, të nderuar bashkëpunëtor, gra, aktiviste, miq. Në emër të Agjencisë për Barazisë Gjinore dhe emrin tim personal, ju uroj mirëseardhje në takimin e përvitshëm në shënim të 8 marsit, ditës ndërkombëtare të gruas, e cila këtë vit është në sinkroni me temën globale të këtij viti, të drejtat, drejtësi, veprim. Promovimi i agjendës së barazisë gjinore kërkon nga të gjithë ne përkushtim dhe angazhim të përditshëm për zbatimin e kornizës ligjore që garanton barazinë gjinore në mënyrë sistematike, me përgjegjësi dhe llogaridhënie. Sot, më shumë se kur globalisht po përballemi me kthim mbrapa në agjendën e barazisë gjinore, kemi nevojë për mbështetje sistematike të rregullt të kësaj agjende. Kemi nevojë për riafirmim të gatishmërisë për mbështetje, inkurajim dhe financim të kësaj agjende. Fillimisht, duke u solidarizuar me njëra tjetrën, duke u angazhuar për drejtësi gjinore e posaçërisht duke mbështetur organizatat e grave. Sjellja e zërave të grave të profileve të ndryshme në këtë takim synon të krijojë një hapësirë të sigurt diskutimi mbi rrugën e drejt barazisë gjinore, rritjen e qasjes në drejtësi, në sektorin e sigurisë, në media. Panelistët e sotme, me eksperiencat e tyre profesionale, angazhimin institucional, politik dhe mediatik, sfidojnë padrejtësitë, sfidojnë stereotipet dhe pengesa strukturore që i kufizojnë mundësitë e grave dhe pjesëmarrje në vendimarrje brenda sektorëve ku ato veprojnë. Para një paneli kaq të respektuar si ky i sotmi, ku secila prej këtyre grave është një shembull i shkëlqyer i angazhimit dhe përkushtimit, unë nuk kam më tepër për të thënë, përveç se faleminderit për kontributin dhe dedikimin tuaj për të ndërtuar një shoqëri më të drejtë, më solidare, ku çdo grua dhe vajzë do të ndjehet më e mbrojtur dhe e vlerësuar. Faleminderit. Faleminderit shumë zonja Gusia për gjithë kontributin e juaj për 20 vjet në Agjencinë për Barazisë Gjinore. Përtej simbolikës së 8 marsit, ky takim ofron mundësi dialogu mes aktorëve kyç për bashkëpunim ndërinstitucional dhe koordinim më të thelluar që agjendën e barazisë gjinore ta bëjmë sa më gjithëpërfshirëse. Tani do të kalojmë në pjesën e programit të sotëm dhe ftoj udhëhecën e panelit të sotëm dhe panelistët të kalojnë në podium. Ftoj zonjën Arita Rezniqi, moderatore e panelit.
Zonjën Fatmire Kolçaku, kryetare e Komisionit për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Punë, Familje, Vlera të Luftës Lirimtare dhe Peticione. Zonjën Arjeta Sadiku, zëvendës kryesuese e Këshillit Gjithësor të Kosovës. Zonjën Fatime Dërmaku, gjyqtare në Gjykatën Themelore të Prishtinës. Zonjën Remzie Zeqiraj, komisionere parlamentare për Forcën e Sigurisë së Kosovës. Zonjën Feuta Nimani, kryetare shoqatës së grave police. Zonjën Getuar Mulliqi, drejtore e rjetit të grave gazetare. Faleminderit.